Kujdes, këto shenja në duar sinjalizojnë se tiroidja nuk po funksionon si duhet. Shpeshherë duart janë një tregues i rëndësishëm për atë se çfarë ndodh në trupin ton dhe kjo ndodh gjithashtu edhe kur bëhet fjala për tiroiden. Problemet me tiroiden japin disa shenja të drejtpërdrejta në duar të ftohta, rrudha në lëkurë, lëkura e thatë dhe thonjtë e brisht mund të tregojnë se gjendra tiroide nuk po funksionon si duhet. Hipertiroidizimi që shoqërohet me uljen e aktivitetit të gjendrës tiroide mund të ndikojë në qarkullimin e dobët të gjakut dhe shëndetin e përgjithshëm të lëkurës dhe thonjve. Këto shenja mund të ndihmojnë në identifikimin e problemeve me tiroiden dhe kërkojnë vëmendje mjekësore për trajtim të hershëm.